Pavarësisht masivitetit të lartë të aktiviteteve festive, gjatë gjithë muajit nuk është regjistruar asnjë incident. Kjo fal angazhimit maksimal dhe pranisë së vazhdueshme të policisë bashkiake në terren. Për natën e ndorimit të viteve, sipas drejtorit të policisë bashkiake Sajmir Rostemi, është hartuar një plan i posaçëm masash në bashkëpunim me strukturat e tjera të sigurisë për të garantuar mbarvajtjen e festimeve dhe ruajtjen e sigurisë publike. Pas një muaji të përqendruar kryesisht me shumë ditë festimes dhe me një masivitet të jashtëzakonshëm në të gjitha pjesët muzeale të qytetit dhe është menaxhuar pëlqyeshëm nga ana jonë, nuk ka pasur asnjë incident për të shënuar. Shpresojmë që kështu të vazhdojë edhe në vazhdim deri në përfundimin e plotë të festimeve në qytetin tonë. Janë marrë të gjitha masat për garantimin e rendit të sigurisë publike gjatë festimeve të festave të fundvitit. Është bashkënduar puna dhe me policinë e shtetit, në mënyrë që këto festa të shkojnë ashtu siç duhet. Ai fton qytetarët të festojnë dhe të gëzojnë së bashku në kushte sigurie maksimale.